fillimisht nuk ka qenë Ibrahim Rugova opsion për kryetar të Ligjit të Kosovës. Recep Çoçja ka qenë më shumë sepse ka qenë figurë është njohur më shumë. Edhe për shkak të artikujve të tij, të librave të tij, apo të botuar një libër në Kroaci, në gjuhën kroatishte, do të thotë ka qenë një figurë pa dilemë e respektuar, dhe Rugova ka qenë një figurë e cila i ka thënë gjithëve, unë nuk jam për politikë, unë nuk dua të hym politikë, kështu vetëm sa për një periudhë shkurtër kohore, jam studius, jeta e tij ka qenë kabineti, ka qenë studimi, ka qenë librat, ai ka jetuar për libra. Edhe deri në ditën e fundit të jetës ai ka jetuar me libra dhe për libra. Por u bë si u bë, ai u bë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po ashtu me një ide që ky do të jetë një angazhim i përkohshëm, disa muajsh. Si ndodhi me u bë ky, nëse nuk ka qenë opsion fillestar? Sepse nuk pat opsion tjetër më të mirë, sepse populariteti i tij tashmë ishte arritur në Kosovë, edhe fliste ndryshe, fliste pa skema, fliste pa klishe. Fliste si shkrimtar me këtë kodin e një plaku të odave Dugaxhini. Domethënë me këtë kod duhet ta themi se gjithmonë i gjente fjalitë e mosshme të cilat i rinin mirë një aftësie të tij për të komunikuar me masë. Dhe ai dinte të komunikonte me masë, dinte të komunikonte me njerëz edhe pse ai ka qenë populist. Që është fenomen, domethënë me qenë njëri çfarë si popularizuar në masë me qindra mijë vetë, e mos me qenë populist është fenomen e vetë. Po gati e pamundur, po ai arriti ti marr për vete krejt shqiptarët sepse po nuk ka qenë populist, po nuk kupton që nuk ka fol çka ka supozuar që i pëlqen popullit me dëgju, po çka ka besuar që duhet më u thonë. Jo, absolutisht, shiko, të thuash që Kosova duhet të bëhet pjesë e perëndimit të 89-90 nuk ka qenë diçka që populli e lehtë, sepse ne jemi rrit për 50-60 vjet në komunizëm. Kosova të hapet dhe të jetë e lidhur me Evropën, me Shtetet e Bashkuara dhe me vendet e tjera. Të thuash pastaj në 91-92 që Kosova duhet të bëhet shtet i pavarur, e jo të bashkohet me Shqipëri. Po ashtu ka qenë sakrilegj në fillim. Sot bisedohet për kuestionin e pavarësisë të Kosovës dhe në plan ndërkombëtar dhe zgjidhje të ndryshme dhe deri te Bashkimi Kombëtar i Shqiptarëve, por ne jemi përcaktuar për një Kosovë pavarur dhe neutral. Sepse gjenerat pas gjenerate në Kosovë janë rritë me idenë që Kosova duhet ta ketë një status të avancuar, vetëm që ta ketë të drejtën për të bashkuar me Shqipërinë. Tash për një herë del një elitë politike thotë më mirë të bëhemi shtet i pavarur. Kur i thosh Rugova këto? Prej 91-shit e tutje. Pse thosh ta beson ai që më shumë ka shansa për shqiptarët e Kosovës në këtë variant se sa bashkim me Shqipërinë? Unë besoj, ta them sinqerisht, që ai ka besuar më shumë që Kosova duhet të bëhet shtet i pavarur. Jo vetëm që kanë qenë disa korniza politike ndërkombëtare të cilat nuk është dashur t'i kalojmë. Për shembull, punën e bashkimit të shteteve nuk është lejuar as në ish bashkimin sovjetik, as në Jugosllavi. Ndryshimi kufive të jashtëm brendshëm, po ashtu s'është lejuar as në bashkimin sovjetik, në ish bashkimin sovjetik, as te ne. Dhe në këtë koncept, në këtë kornizë ndërkombëtare, Kosova kishte kufit me kushtetutën 74, ishte njësi federale, edhe tash ideja më e mirë ishte, besoj që së të kësaj dite që ka qenë ideja më e mirë, po hajtë ta shohim a mund të bëhemi shtet i pavarur. Se për këtë raporte me Shqipërinë herët avon ti normalizonim, edhe atëherë besonim, edhe pse Shqipëria ishte në periudhën më të rëndësishme, pas gati që luftë civile 90-91-92, prandaj ishte edhe vetë Shqipëria na përkrahte. Pushteti i atëhershëm Ramiz Xhali dhe Sali Berisha, të dytë, njëri i Partisë Socialiste, tjetri i Partisë Demokratike, për krahnin bot kuptimin ton. Thonin mirë, Kosova ka qenë barë që s'është përballuar dot me Shqipërinë. Absolutisht. Dhe ata mendonin që është më mirë që të eset tutje me këtë bot kuptimin e Rugovës. Pastaj Rugova dinte që ne nuk mund të shlirohemi as të pavarësohemi pa përkrahjen politike derisa dhe ushtarake të perëndimit. Kërkuan nga Shtetet e Bashkuara që të bëhet diçka urgjentisht për ndaljen e dhunës dhe të sulmeve në Kosovë. Zgjidhja më e mirë për Kosovën është një Kosovë e pavarur dhe gjithsesi kërkuam një prezencë më të madhe të Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe një mbrojtje nga Shtetet e Bashkuara. Pastaj brem kalkulacioni i tij në politik besoj ka qenë gjetja e formulës për krijimin e sistemit paralel. Me efektshme në disa variante, e para mos me leju shqiptarët me mbet kryesisht të mbyllën për me zhvilluar një jetë. E dyta mi tregu perëndimit që na thjesht mos janë legjitime me institucionet e Serbisë në Kosovë. E treta me tregu që ka kapacitet shtet organizativ, logjistik, financiar. Ka qenë fakt era parë që shqiptarët kanë pas strukturë të mirëmbajtur vetë.
Shiko, po, shumë sakt. Ka Shiko, mas pari aftësia jonë organizative është për të kontestuar sa tek kësaj dite, po atëherë çuditërisht pasi vinte nga poshtë në altë, prej çdo lagje në përshatra tutje, u pa që njerëzit kanë vullnet të organizojnë, kanë vullnet të financojnë këtë organizim për më shumë, se s'kishin buxhet na. E dyta, Rugova instaloi konceptin e tolerancës politike dhe qytetruese. Shiko, mos ishte ky koncept, cilin normalisht si elitë politike, si elitë qytetruese e kemi përqafuar dhe kemi mbështetur të gjithë, nuk do të kishte gjasa të ketë sukses aksioni pajtimi gjaqe. Në mbi 1000 raste të pajtimi gjaqeve të vrasjeve janë falë për një periudhë 6-7 mujore. Shtrihemi dorën e pajtimit. Shoqishojt. Anton Qeta, edhe shumë shkrimtarë tjerë, të më përmendim edhe Qindra, Rinia atëherë, edhe në Parlamentin e Rinisë, edhe në gjithë kanë qenë të mobilizuar, po frymën nuk kishe mund ta krijosh ti brenda ditës. Kote kishe pas ti të shkosh një familje që është në gjak edhe ti thua shiko për interesa kombëtar ti duhet ja falësh lirimit. Ndërsa atje kishton krejt në rregull, po aq dëm më ka bë. Dhe më kanë vra babën, më kanë vra bjalin, më kanë vra çapo di vllaun, unë s'më t'ja fali. Po këtu ishte pamundën mos t'ja falësh. Kur shkon në delegacionet në për Oda, u krijoi kjo atmosferë. Pra, toleranca, mirëkuptimi, bashkimi i gjithëve, gjithëpërfshirja. Rugova thoshte shpesh herë, nuk kam shqiptar për të gjuajtur. Sepse kjo ishte me rëndësi pse ne dolëm prej një periudhe shumë të rëndë komuniste, ka pas gjithçka të ndërnet, tash do të themi hapur. Po, Rugova e pa të arsyeshme që në mënyrë të ndodhi një farë amnestie gjithëpërfshise, që gjithë që dojnë me punu për Kosovën janë të mirëseardhën. Pa parasysh a kanë qenë merët komunistë, a kanë qenë ballist, a kanë qenë të majtë, a kanë qenë djatha, i kanë shërbyer dikuj ajo. Dhe kjo e lutje rolin që mobilizu gjithë një popull dhe në këtë kontekst ishte mundet të krijohet sistemi paralel. S'kam polici dhe ushtri, por kam një fuqi tjetër që e mban Republikën e Kosovës. Se sistemi paralel është një ndërmarrje shumë e madhe, për cilën me siguri duhet xhiron edhe filma dhe shkronja e libra, në ato rrethana krijuar një sistem paralel me 3%, i cili ofroi vullnetarisht. Nuk kishte mekanizëm dhunës. Obligativ. Më kujtohet, ta kam përmend shpesh ja vlen ta përmend atë ty, Shlomo Aveneri ka qenë ndihmës ministër i jashtëm i Izraelit. Edhe patar vinte shpesh, ka qenë mik i jonë i madh. Edhe më pa thënë, shiko, si e mbledh një 3%. Po tash ne s'kem nevojë, domethënë mja i punu kurkuje, e dhan vet. Jo tha ne në Izrael kemi pas 10% në devizën hebre dhe ai që s'ka paguar ndoshta është jemi hakmarrë ndaj tij. Jo thë ju që keni fenomen. Me të vërtet ka qenë e tillë. Prandaj sistemi paralel e luajti pikërisht ato që përmendë ti. Treguam që ne me Serbi s'kem punë. Ne filluam të jetojmë lirisht brenda vetes. Liria jashtme do të kërkon shumë vite, do të kërkon shumë sakrifica, luftë, mira të vrarë, dihet çka ka ndodhur krejt në luftën e Kosovës. Po ne rinë breshtë fituam të drejtën me fol njëri me tjetrin lirshëm. Mos të hezitojmë mi fol njëri tjetrit. E fituam drejtën u bashku, bëjshim ekspozita në për restorane, në për kafe, në për podrume. Sistemi shkollor maj në për shtëpia që ofrojnë nga njerëzit që kishin një farë statusit të mirë, thonin që çështat e shtëpisë bën çka dush me te. Edhe është një detaj shumë interesant që ja vlen të përmendet deri. Do thotë në vitin 90 vritet Fadil Talla, ka qenë një djalë i ri, edhe në vritin nga ushtria jugoslave. Unë u shkoj atëherë si gazetar te Yzri Talla, babai i tij, dhe i them sepse në atë kohë pat vdek një Nureddini në Maqedoni dhe patën marr kufomën e tij, shqiptarët e patën shku para kuvendit Maqedonisë si dhe proteste. Po flas për janarin e vitit 1990. Po për këtë kontekstin e frymës është një ekzemplar shumë interesant. Dhe i them Yzriut, çka thuan nëse marrim djalin tënd, Fadilin, dhe të çojmë në mbi supe prej Podjevës deri në Prishtinë kamp. Pa blerim ata s'ma kanë vrarë djalin që është djalim, e kanë vrarë që është shqiptar. Prandaj, çka doni bëni me kufomën e djalit tim? Para mendoni çfarë mentaliteti, çfarë bot kuptimi, edhe kur i thash Rogovës, edhe ai u rënqeth. Sepse u takua me Rogovën, thash shikoj çka janë gjendje me bën njerëzit për ne, për çet lëvizje. Janë gjendje gjithçka me bë. Prandaj edhe sistemi paralel ishte i zakonshëm për ato rrethana dhe krijoi një ambient i cili ishte papam në të pjesë të Evropës, sepse ne nuk luftuam, jo shmangëm luftës në mënyrë të jashtëzakonshme,
pastaj krijuam sistemin paralel dhe e mbajtëm një jetë institucionale politike e cila ishte me vlerë të jashtëzakonshme për rrethanat që ishim atëherë. Kur filloi me rezonutën ndërkombëtar qëndrimi i Rogovës? Me njëherë të Amerikanët ka filluar të rezonoj. Metodologjia e punës, normalisht, mënyra se si fliste. Çka është? Me njëherë në 10-91 është kuptuar, sepse Rugova nuk i ka pas dy fytyra. As televizja jonë si ka pas dy fytyra. Do të thotë që e kemi thënë, ato kemi menduar. Dhe Amerikanët e panë që ja vlen të ndihmohet ky popull. Dikush na ka pa si një popull i vogël me një periudhë shumë të rëndë të segregacionit, të apartheidit që ka qenë. Dikush na ka pa dhe si popull i cili jemi pro-perëndimor, pro-amerikan, ndërsa Rugova me atë shallën e tij, me flokët e gjata, me syza, rezonante si një intelektual francez. Edhe tash ne i bëm për veti perëndimor, sidomos amerikanët, sepse dhe nuk binim në provokimet e Serbisë. Serbia dëshironte që të na shtinte në luftë neve, dhe që thonte lufta në Kosovë. Dhe ne kemi bërë shumë mirë që e kemi zvarit këtë ndërmarrje dhe në vitin 98. Pra po thos ka qenë apati po strategji? Jo strategji. Ka qenë diçka që do ta quanim më vonë strategic patience, domethënë dërim strategjik. Edhe mos harrojmë se ato janë deklarata publike të Rogovës kur thonte kjo është maraton politike. Po, shtypin gjerman. Po, edhe në zërin javor. Mos mendoni që është kjo punë për disa javë, për disa muaj. Ne do të ndahemi mirë, po do të kërkojnë vite, do të kërkojnë sakrifica, dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Shpesh ka thënë, dhe dikush ka marrë edhe për të keqe kur deklarante kur s'kemi qenë më mirë. Tash ne ishim në okupim, ishim me zullum, ishim me gjitha çiat edhe thonim çka është ka flet Rugova, por Rugova ka pas bindjen e saktë kur ka thënë kur s'kemi qenë më mirë, sepse po e dim edhe çka jemi edhe ka po shkojmë. Me qenë perëndimor në atë kohë, me qenë pro-amerikan në atë kohë, dhe me ditë që herët unë do ndodh protektoratin ndërkombëtar që është shumë të Rugova prej vitit 91-92 ka fol çdo javë për protektoratin ndërkombëtar, për NATO forcat edhe për të drejtën që Kosova të bëhet shtet i pavarur. Kërkojmë mbrojtjen ndërkombëtare dhe prezencën ndërkombëtare në Kosovë dhe po ashtu ritheksojmë vazhdimisht se zgjidhja më e mirë është Kosova e pavarur, neutrale, hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë në bazë të vullnetit politik të popullit dhe për të kaluar pa konflikte një protektorat civil ndërkombëtar për Kosovën. Shumë kush atë do patëm lodh njerëzit, duhet të thonë hapur. Një vit i okupimit ka qenë se 10 vjet normale. Ka qenë vite shumë të rënda. Por Rugova mbante gjallë këtë disponim, edhe ky ambienti që e krijuam ne të gjithë. Edhe pse kanë qenë po them vite të rënda se me 10.000, me 100.000 shqiptarë të Kosovës detyruan të praktikojnë Kosovën, të shkojnë në Gjermani, në Zvicër për shkak të zullumit. Jo vetëm për shkak të anës sociale. Por solidariteti ka qenë poshtë shumë i madh, që është fenomen i cili sot e kësaj dite nuk ekziston, që ka ekzistuar në vitet 90. Ta zon familja mbante familje. Një familje Mitrovic lajmërohet thoshte familja e lirimit Deçan është keq. Unë po i mbaj 300 marka pe kësaj radhe, pe këtij muaji do t'i dha 300 marka për të familje. Tash para mendu, ose studentët i patën vendos në parlamentin e rinis në për shtëpia, patën të bupe konvikte studentor, të gjithë studentët, pushteti serb, din që ka qenë konkurrencë e madhe, hidhrim ka qenë të qytetarë, pse s'mi ke dërgu 2-3 studenta me i mbajt. Në diçka që është, po them, ndoshta nga pak edhe i kom bërë vjetë, ndoshta jam pak nostalgjik për vitet mia të rinis, po nuk besoj që ka pas një organizim të tillë, një solidaritet të tillë, një bashkëpunim të tillë, një bashkëveprim të tillë siç ka qenë fillim viti 90-ve.